Pas vërshimit të lumenjve Seman dhe Vjoz gjatë javës së kaluar, tonelata me mbetje urbane dhe inerte pushtuan zonat bregdetare në Fier, duke detyruar autoritetet vendore të nisin një aksion të gjerë për pastrimin dhe grumbullimin e tyre. Aksioni do të vazhdojë deri në heqjen dhe largimin e të gjitha mbetjeve nga punonjës të ndërmarrjes së pastrimit me mjete dhe makineri të rënda. Bëhet fjalë për tonelata me mbetje plastike, inerte dhe drusore, të cilat janë transportuar gjatë rrjedhës së lumenjve Vjoz dhe Seman, duke përfunduar në detin Adriatik, në Darzez dhe Seman. Kryebashkiaku Armando Subashi pohon se duke qenë një hapësirë e madhe ndotja, aksioni do të vijojë. Ne filluam një aksion pastrimi këtu, mbas gjitha atyre ditëve të vështira që kishim për shkak të prurjeve shumë të mëdha të dy lumenjve, Vjoz dhe Seman. Gjatë atyre ditëve kemi bërë një inspektim të dy zonave bregdetare. Këtu jemi në zonën e Darzezës ose në plazhin e Darzezës, ndërkohë që mbas kësaj do të vazhdojmë edhe në zonën e Semanit. Kemi bërë një plan masash për pastrimin e gjithë bregdetit. Siç e shikoni, përgjithsisht ka ndotje, le të themi, nga mbetjet urbane, nga plera, kryesisht plastik dhe qelq, por shumica e ndotjeve janë lëndë drusore. Duke pas parasysh këtë lloj ndotje, kemi organizuar punën edhe në dy faza. Fillimisht do të bëjmë mbledhjen duke i qëmtuar me dorë gjitha, siç e shikoni me një grup punëtorësh që kemi sjellë për gjithë mbetjet urbane, pra plastikën dhe qelqin, dhe pastaj me mjetet më të rënda që kemi sjell kamionat skrepa, do të vazhdojmë me gjithë pastrimin e mbetjeve drusore që kanë sjell lumenjtë. Ne përgjithsisht plazhet i pastrojmë jo vetëm në periudhën e bearit, se në periudhën e bearit kemi shërbime të rregullta këtu, por kryesisht edhe në periudha kohore gjatë dimrit. Unë e kam thënë edhe herë të tjera, plazhet e Bashkisë Fierit, Darzeza dhe Semani, kryesisht janë plazhe ditore, pra këtu nuk kemi hotele ose resorte e tjera, ndaj edhe masat që ne marrim janë kryesisht në funksion të këtyre lloj aktiviteteve. Si është gjendja në Grykderdhje? Pra këtu shohim që kemi mbetje, por në Grykderdhjet e Semanit dhe të Vjozës do duhet më shumë. Përgjithsisht për shkak të erave që kanë fryrë gjatë këtyre ditëve, përgjithsisht mbetjet janë transferuar drejt veriut, le të themi. Pra Grykderdhja e Vjozës i ka sjell diku, këtu ku jemi ne, dhe Grykderdhja e Semanit i ka spostuar pak më në veri të Grykderdhjes. Ndofta jo drejt Lushnjës, por diçka në plazhin e Libofshës, aty ku mund të quhet si plazhi Asturkasit ose i Ndërnënasit. Kështu që është e gjitha, po besoj të paktën 15 ditë them që po, duke pas parasysh gjithë këto hapësira të mëdha. Vetëm ky plazh që jemi këtu është rreth 8 kilometra. Nga fillimi, pra nga Darzeza deri në Grykderdhje të Vjozës. Kush janë angazhuar për të pastruar? Këtu kemi sjell dy ndërmarrjet e bashkisë, pra kemi sjell një grup punëtorësh nga ndërmarrja e pastrimit dhe ndërmarrja e shërbimeve publike, plus edhe mjetet e bashkisë, kamiona, skrepa, dhe po t'jetë nevoja mund të sjellim në ditët në vijim edhe një makinë më speciale, siç është graderi që kemi në bashki, apo edhe ajo pajisja që ndofta ju e keni parë në periudhën e bearit, e cila bën shoshitjen e rërës dhe ajo është i jep le të themi atë dorën përfundimtare dhe nuk lë asnjë bish cigare në thonjza. Aksioni pritet të zgjasë 2 javë, ku do të përfshihen përveç punonjësve dhe mjete si skrep, ekskavator për largimin e mbetjeve.